Nga dita e arrestimit më 17 maj 1947 dhe deri ditën që do ta pushkatonin, Edip Tërshana u mbajt në një burg të improvizuar në Peshkopi. Aty do të kalonte gjithë periudhën e hetuesisë, nga maj deri në nëntor 1947, kur nisi edhe gjyqi i tij. Aty do të kalonte edhe ditët e gjykimit dhe ankthin e vendimit me vdekje, sikurse edhe ditët pasuese në pritje të ekzekutimit. Ndërkohë, jashtë burgut, një tjetër histori tragjike zhvillohej në familjen e tij, ku bashkëshortja dhe fëmijët do të përjetonin çdo stacion të këtyre muajve të vështirë dhe më pas edhe humbjen e tij. Pse dhe ku u pushkatua Edip Tërshana? Pse familja e tij nuk ja gjeti kurrë trupi për ta varrosur? Si vijoi fati i tyre në diktaturë dhe sa e rëndë që pesha e hakmarrjes së regjimit në familjen Tërshana. Pas arrestimit të Edip Tërshanës më 17 maj 1947, familja e tij do të përjetonte një kalvar të parrëfyer vuajtjesh dhe mundimesh. Ata ishin dëshmitar të vuajtjeve të tij nga torturat në hetuesi, sa herë shkonin dhe merrnin rrobat e tij të gjakosura dhe i çonin në rresa të pastra. Sa herë takonin në ato raste të rralla ku lejoheshin dhe hetonin në portretin dhe trupin e tij shenjat e torturave. Ata do të ishin dëshmitar edhe të ditëve ankthiose të gjyqit në fund të vjeshtës së 1947-s. Në proces verbalin e këtij gjyqi, në seancën e datës 18 nëntor 1947, gjejmë këtë shkëmbim pyetje përgjigjesh të Edip Tërshanës me prokurorin e tij. Prokurori: i pandehur, çu shtyu të tradhtoni lëvizje nacional çlirimtare. Edipi: e para, sipas fjalëve që kam patur me nacionalistët, Mustafa Gjinishi dhe ndonjë tjetër, Kosova dhe Çamëria ishin dy krahina që do i bashkoheshin Shqipërisë. Pas mukjes, lufta nacional çlirimtare i la mënjan. E dyta, nuk u vu në zbatim rezolucioni i Pezës. E treta, prefekti i Dibrës ka dashur të më internojë në Gjermani dy vajzat e mia në moshë të mitur. Prokurori: si mund të mendoni për Kosovën kur në tokën tonë kishte okupator? Në kohën kur okupatori do të largohej nga vendi ynë, populli kosovar do të ishte gati dhe do ta mbante pushtetin në dorë derisa forcat tona do të shkonin atje. Prokurori: a e bani populli kosovar një gjë të tillë? Natyrisht që nuk e bani, por u bashku me okupatorin dhe u mobilizua për shfarosjen e luftës nacional çlirimtare shqiptare dhe atë jugoslave. Edipi: unë për veten time Kosovën dhe Çamërinë i quaj të rëbnume nga të huajt, mbasi atje populli shqiptar është më shumë se 85%. Ndaj, ato me plot të drejtë duhet të jenë të bashkuara me Shqipërinë. Unë gjatë bisedave që kam patur me Recep Mitrovicën, kam thënë se populli i Dibrës pret me padurim bashkimin e tij me Shqipërinë, po kështu edhe populli i Kosovës. Prokurori: ju keni propaganduar një qeveri koalicioni. Edipi: formimin e qeverisë së koalicionit e quaj të drejtë mbasi në këtë mënyrë krijohesh një bashkim vllaznues i gjithë shqiptarëve. Prokurori: i pandehur, juve her pas here i keni dërguar udhëzime grupit të Dibrës duke i treguar se si të punonin kundra pushtetit popullor në Maqedoni. Me këtë keni ngjallur shovinizëm. Edipi: për mua Dibra ka qenë dhe është Shqipni. Të kërkosh atë nuk është as pak shovinizëm. Prokurori ju drejtohet gjyqtarëve. I pandehuri është armik i betuar i pushtetit popullor. Ai me letra që i ka shkruar komandantit Enver Hoxhës tregon edhe një herë fytyrën e tij tradhtare. Prandaj shok gjyqtar ju rekomandoi që në vendosjen e dënimit të tij të tregoheni të pamëshirshëm. Ne në organizatën e morëm vesh vetëm nëpërmjet letrës që kishte lënë atë grupit proces verbal të sigurimit që kishte kriju grupin demokrat. Edhe ishin zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike në Peshkopi në atë kohë. Ishin figura të intelektualësh. 21 nëntori shënoi edhe fundin e gjyqit kundër 12 të akuzuarve. Për 4 ditë të rresht, Edipi qëndroi përballë trupit gjykues. Jo shumë larg këtij ulen dhe ngrihen duke i lëshuar vendin njëri tjetrit dëshmitarët. Atë pasdite u dha edhe vendimi. Edipin e përplasën përsëri në qeli, duke i komunikuar dënimin me vdekje.
edhe gjykata e lartë ushtarake la në fuqi dënimin me vdekje. Takimin e fundit e pati me fëmijët e tij, Lirin dhe Nihatin, të cilëve në momentin e ndarjes ju tha: "Mos më vishni petkun e tradhtisë." Vetëm më mend që i tha motrës se s'di sa vit do të nëmë, se nuk e di, a ishi dënu me vdekje, shpritesh nga ditë në ditë. Edhe merru me të vllata vetëm me këtë rritë. Pasi kalojnë në ankth vitin e ri, Edipin e që lidhe familja jashtë, më 13 janar 1948 në Peshkopi mbërrin përgjigja e gjykatës së lartë ushtarake. Për Edipin mbetej në fuqi vendimi i parë me vdekje. Kjo nuk e befasoi pasi ai e kishte nënshkruar vdekjen me dorën e tij me letrën dërguar në Ver Hoxhës. Pjesëtarët e tjerë do të merrnin dënime me burg. Shokët e vet që ishin, që e përfundon dhe ato në pjesa më e madhe në burgur, po vetëm baba u dënu me përshkatim. Edhe, ndërsa ishte një Alimerkën nga Vlora. Ai bëri jo vetëm burgun e Peshkopis, po bëri mbi 10 vjet burg në Bredit. Edhe nana nëpërmjet një përkushrive të vetë që ishin dhe ata në burg Bredit, dërgonte edhe një hendin tashe me ushqime për Isniun. 18 janar 1948, ora po shkonte 1:30 pas mesnate. Komandanti i skuadrës urdhëron policët të marrin armët. Edipin e përplasin në një makinë. Kalojnë vendin ku 8 muaj më parë e kishin arrestuar. Pastaj makina i afrohet kthesës tek lagja Bulke. Arrin në vendin e ekzekutimit tek Varreza e Përbashkët, aty ku kishin gjetur vdekjen nga plumbat 10 të tjerë. I kërkojnë fjalën e fundit dhe sërish në atë moment ai mendon për Shqipërinë. Fjalët e fundit të Edip Tërshanës ishin "Roft Shqipnia" dhe pastaj një breshëri plumbash e rrëzoi për dhe. Lajmi i vrasjes së Edipit u përhap rrufeshëm. Edhe bashkëshortja Xhevria e ndjeu se i shoqi nuk rronte më, por përmbahej. Edipi pas të vëllait ishte viktima e dytë e diktaturës në familjen Tërshana. Të dyve do të mohohej edhe varri. Ne rrinim nga shpike e Daja, në një dhomë të poshtë. Ndërsa gjysh ky Beqir Ndohu rinde kallatin e kishe marrë të hyrjes të Dajës, se kishe shpinë shumë më të mirë në Peshkopi. Zbriti poshtë, kishe dhomën edhe poshtë. Edhe i thotë se shoqesh, thjerë i tha pak të lejtojnë në këshu, i thëshin nëse Dajës, të lejtë e qyshin. Edhe erdhi ajo, hapi derin, e i tha, vetëre i tha, shko me rehalli, për mos i thë që jam unë këtu, se vëzhendo shta. Ne s'dishim gjohë, nana. Ishim një shpi prej 50 metrë dak njëri mi tjetërt, po një kurt në ndante. Shkoj nana atje, sa u ullë, ishe u 2 kunatat e veta, e shoqja Beqirit, e hapi derin Beqiri, tha, e halë, tha, je Dibrane, tha, je marsore, që ndërë fort, të rritni vetëm djalin, thot, Edipi vdiq. Mos, i tha, më zgërthit, se i ke dera. Ke ti vetë që të rinë ke dera, se kush dhe hyë, kush dhe dalë. As mos hap më apet, me prit njerin shpi, tha. Edhe me të vërtet, ishin 2 civila, që rishin ke dera jashtë, në rrugis, që shikoshin kush do vinte se u isha hap në qytet, si është pushkat. As nuk na erdhi njerias në. E thirrën nanën, nuk e drejt hapish atë derën e mortit, ja thanë në mënyrë private, jo kështu publikisht. Dhe mortin e kanë bërë mrena për mrena, vetëm familjarët, se në këto rrishin ke shtëpiat e dajave. Kanë pas 3 dajat në Peshkopi, kishin marrë mirë me shtëpia me qenë. Pas e ka fillu kalvari. Kur e pushkatum, e morën veshin. As varin nuk e dishim as kjo. Varin e kam pa unë, duke shku nga qyteti, fëmi ishim e të lujtë. Deshim Dobrovë që i theshim neve. Ishte të janë arbor kishte. E të shku rrugës autobusit.
Atje, ku e kishim varros babën, mund në bus rrugës, u bo ma vonë një klubi shoferit, i thëshin dalë me të Peshkopis, tashi nuk e di edhe si agjensi. Unë shkova atje, sa afrova me erdi një burr plak. O vaqë më tha, hajde me mizën, tha, se si po vjen dhe një, tha, të të marrin të trafik, tha, çdo. Po është burgu babës, i tha, është bëvari babës, tha. Qoftë atë ku ishe, kishe dalë vetëm gjaketë pak për jashtë. Shkoj një që bën varezë që rregullon, se rregullon ashtu, po se ç'është bën. Po ma vonë i morën vesh që trupi nuk ishte fare aty, e kishin hedhë në lumë. A dim. Duke se kjo pjesë e mandë, sa e gërritshëm. Na kapi ai për kafë, për qafe, më zhori për zbriti, po mos hajde më këtu. Pastaj në atë vend u bo klub për premier biletave për maqina që kalëshim. Unë jo se ashtu, kryetarët i vata, kur u bo rivarimi babës, verimi, u bo takim për me, për kujtimor, kur i thonë atë kohë. I vajta kryetarit komitetit ekzekutiv, Peshkopis. I thash, mirë atje ku keni bërë, nuk e dini që ka qenë varri që ka varros finani. Që s'ka varë, tha. Tha, keq më vjen, tha. Varë nuk ka atje. Po unë e di që s'është varri, se varri që ka qenë aty dhe atë e kam prish. S'ka zvarës gjë. Kështu që kash, po zorin ka dhënë pletni të mbarë, kam fëmijët e niprit e mbesave, shpinë kam plot, me shokë e me miq. Pas pushkatimit të Edipit, mbi familjen e tij do të niste një persekutim i gjatë dhe i pandërprer. Do të jetonin në kushte jashtëzakonisht të vështira, por fal mësimeve të atit, Nihati dhe Liria do t'ja dilnin. Liria do t'i qëndronte në krah të vëllait gjithë jetën e saj, ashtu siç e porositi ati në takimin e tyre të fundit para se ta pushkatonin, ndërsa Nihati do të fokusohej tek shkollimi, aq sa do ta lejonin dhe do t'i përkushtohej profesionit të tij si teknik ndërtimi. Mas 3 ditës në ngritën nga Peshkopia, na çuan në Tomin, një katun aty afër. Aty ndeti nana, nërsa unë ike, pas e erdhën Tiranë, mas me erdhën dhe këta pa, familja. Në rrugëtimin e tyre të jetës, familja e Edipit u përball me një varg sfidash, por fal miqve dhe të njohurve, ato ja dolën të përballonin sfidat e jetës. Po nërmjet gjithë njerëzve, pse thonë kjo tokë rrinë kam për njerëzve të mirë. Jashar Bezelxhiu, edhe ca nga Peshkopia që ishin mërën, po Jashari i tha punantës, Liris, të motrë, që hiqni Nihatin nga Peshkopia. Edhe këtu erdhi e mori gjaja vetë, e majti një vit në shtëpi, e regjistroi në Politeknikum. Kaloi shumë mirë atje, drejtori i gjimnazit i shkollës, ai Gjergj Sanco, kishte rast e çonte në shtëpi për një problem për një gjallë, i thoshte të shoqes, ushje Natin, jipi me hangër Natin. Prandaj ky dhe e përmend me kaq respekt, me kaq dashuri, me kaq, që të thëmë, vëmshuri se ishin njerëz shumë të mirë. Edhe hym me i barake, ndetëm në 2 vjetë në të barake, mas 2 vjetës në ngritën e prej Tirane, në kapi urbanizmi që quo që atërës, ndërhyrë dikush, pasi ku duke të fjetë Jashari, këse kushet, edhe në quon në Kavaq. Atje kemi ndetë me një shpi në Kodër, pastaj zbritëm për ati në një mujtë me familje që në njifte, hym në barak që i kishim bo, me popullin e Kavajës. Në kanë majtë si fmit e tyre, më kanë vëndirë, sa edhe ta shi i thonë ati një qështim që e shandi, ore kur të vija i gjyshi, dhe në ka marrë malli. Nëna e Nihatit, Xhevria, e mbylli në zemër dhimbjen e saj për të shoqin dhe i vuri shpatullat gjithë sfidave që i solli jeta. Kudo ku jetoi, korri veç respekt dhe dashuri tek njerëzit dhe fëmijët po ashtu i mësoi që ta përballonin jetën me dinjitet. Të tillë, dinjitoze dhe krenare, e mban mend edhe nusja e Nihatit, Vjolca. Po, që në 65 e qufi, jo, jeta një familje të mrekullueshme, në mënyrë të veçantë nana Nihatit.
Thash dhe një ishte pa shkollë, por sikur kishte marrë 7 universitete. Inteligjente, bujare, nuk ditë me folë keq për njëri, atë ju vetëm mosha e vetë, po dhe ma të rritun, edhe ma fëmi, e donin jashtë mase. Me Kallaj, 3 shtëpia kanë në rrugë këto. Në të 3 shtëpiat, aja është thirrë zonjë. Dhe a di që ka vdek, nana, në Kavaj, në shtëpinë tonë, badhat, nuk kanë pas ku me hinë njerëzit. Do me thënë, që ke shkallët, ne ishim ka 2, deri ke kati 3, dhomat e shtëpisë plot, o borri plot. Dhe me thënë, ka qenë një gru e jashtëzakonshme. Një respekt jashtëzakonshëm. Njerëz të jashtëzakonshëm. Ta thash edhe një për nanën, që jetë 3 lagje, është zonjë. Mu më kanë hapë derën, më thënë ne familjes tonë edhe familje komunistash. Vlen për të përmend familja Verdha, që ishin me pushtet, me partishpëri, do me thënë, unë ke ato kam shku ma sërbes të ke vëllezët e mi, si me thënë, në çdo vakt, në çdo kohë. Shkojshim, vishim, të gjithë njerëzit, fjalët më të mira. Ne jo sikur ishim të thoshin të urbanizum, të ndënum, do me thënë. Jo, se kam mjek të asnjëherë. Nga një kantier në tjetrin, nga një sfidë në tjetrën, edhe Nihati vijoi rrugën e vështirë duke zbatuar një me një porositë të Atit për t'ia kushtuar jetën dhe energjitë e tij atë dheut, pavarësisht plagëve që mori në jetë. Doshta dhe në mënyrë inkognito, të thush, që më kanë ndihmuar, pa e marrë vesh. Erdhën Politeknikum shtatëndor, më ndihmuan, deri kur kanë dhënë provimet. E dhash provimin, ishte edhe kisha projektin atje, edhe pyetsin sovjetikët, se kishim sovjetikët e në shkollë, rusishët e pse pyetni këtë rusishët sovjetikët? Kjo është djeni, e tha, gjërësan se tha, lene, tha. Ndërhyri sekretari parë i ndërmarrjes, se ndërmarrja kisha dhe kantier në Durrës edhe ndërmarrje. Sekretari parë, me gjithë drejtorin, me Viktorin, shkon në universitet edhe me regjistron, për në universiteti. Edhe në universitet, qëlloj që një nga profesorët e dekana që sa kisha fillu ditën e tretë, a pesa, ne ishim Shijak. Unë hypsha nga ka 4 rrugë të Shijakut me autobus që është aty, e ktheshe po me autobus që merrte studentët, edhe fleshe ke 4 rrugë të Shijakut që kisha barak, se nuk shkosha në shtëpi nga vaj. Edhe më vjen ai sekretari partisë, që një nga këto për të universitetit, rektora se qarishe, edhe i kish mesit me lot. Tha, Nihat, tha, s'ke për ta më në shkollë, tha. Kemi urdhë nga Komiteti i Partisë Durrësit, firmosur nga sekretari e Komitetit i Partisë, ish punëtore e cigareve në Durrës, ka qenë në bërë sekretari e Partisë, ajo, se më me nemi të ashtë të kënjë. Kishë dhënë urdhën që të hiqit nga tje. Edhe ai pedagogu që erdhi më tha, i vinte dhe keq, më dha dhe fotografinë, që nuk e di se ku e kam pas e koka, nuk e gjej dot të shi, që kur më njofta për herë parë për atë, na dhe fotografi që kam darë me, kam pas babën të atë drejtorët. Dhe vazhdo shkollën, këtu thashe, me për kur erdhi puni vinte i keq filloj tu qa, që më përzun në shkollë. Erdha i thash, në aty, Bandi Dolani ka qenë sekretari i partisë për ndërmarrjen e tërës, ishte dhe krye-inxhinieri i ndërmarrjes. Ai vajti në komitet partisë, edhe i tha, kësaj grus, more se hoqet atje, tha. Tha, nuk i vjen turp, tha një djalë të fëmijës, se çka keni një hapë e di partia, tha tash i vetë në Peshkopia ne këtë, ku dim gjeneve. Ne kemi një teknik, na ka punu, ato objekte që kanë ndërtu ky, janë objekte të klasës parë me sovjetikët, edhe ato hajnë abit, i thënë, asë ne që inxhinierën, me këte që ke bërë ti nuk e bëshim do të tha, studimin. Qëlloj rasti që i ndihmova në studimin geologjik ato. Se ato kishin bërë studimin geologjik në lumë, ndërsa mu më ndoli që gjithë ndërtimi e digës, është një nga digës më të mëdha në Ballkan,
me 300 hektar tokë, kilometër katror, është ajo, ka 300 milion metër kubuj që vadit lushin me gjithë firin. Unë dhe 4 vjetë punova ato, 1 kilometër e gjysë ishte, 4 kilometër e gjysë ishte, ngresha qenë mjes në orën 6, kthehesha në 12 jasha direkt, në orën 5 shkojsha prapë, se do fillon të turni 2. Po në ishin 2 grupe, kishin 30 skrepra, edhe 10 buldozere që punoshin. Ama, e punova, edhe sot e kësaj dite, e dik ne i kemi pa, ka qenë dhe gruje ka pa, sikur e kam nënë në atës. Edhe ajo diga ishe për të shemur, fundos, unë e gjeta gabimin, që u kishin bërë, edhe bëna, edhe ato inxinjerët gjëllove të sovjetikë që ishin në 2 Gjergjan, falenderojmë për në shpëtove, tha. Ke bërë një punë shumë madhe. Dhe vësha për nevën tem, edhe për vendin tem. Pastaj pak Zotit, kuja arriti me forcat e veta, vetëm se u bon si një mburojnë vetë vete. Kishte frikë dhe hijen e vetë, mos me folkni, mos me fola ne, sepse e tjilë ishte koha. Po ja doli, që njëri i nërshëm, po në mirë, u vlerësu. Edhe në atë sistem, u vlerësu. Ta në jetën 50 vjetë, kam ndërtu gjithë dikat e Shqipërisë. Këtë digën që e ndërtu, digat e Kavajës, digat në Tiranës 2, në kënetat po gjithë, kënetet me qafthanëve, gjithë kënetet i kam shkelur me kam ta në jetën time, 50 vjetë në bonifikime. Mi, po nuk më vjen keq, se kam punu për të mire në ndershmërisht, dhe mi ndëruar për atë. Nihatit, jeta do të vijonte t'i falte sfida dhe plag, do të vuanta sidomos kur regjimi do e vijonte luftën ndaj familjes së tij, kur vajza e tij përpëlitej mes padrejtësive dhe pengesave për të vijuar studimet, kur hija e përndjekjes e ndiqte kudo, por ai thot se gjithçka kompensohej sa herë kuptonte dhe ndjente se respekti i njerëzve për ta vetëm rritej dhe se emri i mirë i babait kishte vulosur çdo ditë të jetës. Pengu i vetëm i jetës së tij, por edhe i gjithë familjes, është varri i munguar i babait. Pavarësisht gjithë nderimeve që ka marrë ati, Edip Tërshana, gjatë viteve të demokracisë, lartësimit të emrit dhe veprës së tij patriotike, sërish mungesa e eshtrave të tij e kthen në ditët e errta, kur urrëtia e regjimit komunist shkoi deri në atë pikë sa ia zhduku trupin, duke i mohuar familjes dhe kombit një varr dhe vend të nderimi për një prej patriotëve më të kulluar të Shqipërisë.